Çdo superfuqi teknologjike nis me një vendim për të investuar në dije, një vendim për të besuar tek të rinjt dhe një vendim për të ndërtuar një sistem dhe jo një improvizim. Sot, shumë pranë ne shohim rezultatet e një vendimi të cilit është parë shumë kohë më parë. Turqia ka marrë vendim shumë vite më parë se si të zhvillojë teknologjinë dhe industrinë e saj. Sot ajo po korr frytet e atij vizioni. Ky transformim nuk ndodhi brenda natës, ai u ndërtuar me strategji, me investim dhe me këmbgulje. Në këtë episod do të shohim nga afër se si manifestohet kjo fuqi. Do filloj me një nga ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në botë. Një festival ku talentet nuk duar trokiten, por shpërblehen, një platformë ku të rinjt konkurrojnë në teknologji reale. Këtu shihen rezultatet e një ekosistemi të ndërtuar me kohë. Ky është Teknofest, një pasqyrë e teknologjisë botërore. Le të shkojmë ta shohim nga afër se çfarë ka ndodhur atë ditë atje dhe do të kthehemi përsëri në studio për ta komentuar atë. Zona ku ndodhemi këtu quhet zona T3. T3 është shoqata organizatore e këtij festivali. Ngjarje që e tërhiq të audiencë janë shfaqjet me aviona, një nga avionat turk, i cili quhet Solo Turk, është duke bërë një shfaqje tash në këtë moment. Dhe sapo e shohim një shfaqje të tillë. Ky është Solo Turk. Ky është një nga avionat manovrator i cili bën shfaqje dhe të cilin ka shumë veçori si avion, mund përdoret manovrim, survejim, luftim dhe shumë aftësi të tjera ka ai avion. Ndërkohë që në këtë festival ka shumë shfaqje me aviona dhe një ndër to është avioni Solo Turk. Zona në të cilën ndodhen të gjithë projektet kampione. Janë ato projektet më ambicioze në të cilat Turqia i ka sot të zhvilluar nga të rinjt e saj. Këtu të shohim nga raketat, nga makinat, nga produktet të cilat të rinjt dhe për moshën e tyre sot me plot gojën e themi janë të rinjt të cilat mendojnë globalisht. Pra jo vetëm për vendin e tyre apo për veten e tyre. Kështu që ne nëpërmjet një videoje të cilën do ta prezantojmë tashmë është plani se si këto të rinj, këto fëmijë apo kjo rini, si më thonë që është motivuar sot edhe funksionon perfekt ekosistemi i tyre, është duke treguar produktet e saj. Këtë ne duam ta shohim sa më shpejt në Shqipëri. Kështu që urojmë që edhe rinia e Shqipërisë të marrë modelet më të mira të mundshme në gjithë botën, jo vetëm në Turqi. Kështu që ndjekim një video të cilën do na tregojë se si këto produkte janë zhvilluar dhe sot i shohim bashkë. Come on, come on. Ndodhemi në skenën kryesore të konkurseve të rinjve që zhvillohen në Teknofest. Këtu vinë të rinj fëmijë nga gjithë rajonet e Turqisë, në 81 krahinat e Turqisë. Konkurset në të cilët marrin pjesë janë të rinj të cilët kanë fituar në konkurset e tyre në qytetet e tyre dhe këtu konkurrojnë mes qytetesh dhe mes shkollash. Sot këtu ndodhen me mira projekte në të cilat ata i prezantojnë dhe konkurrojnë me njëri tjetrin. Nga projektet të cilat janë nanoteknologji, AI, robotik, deri tek dronat apo tek aeroplan mbajtësit.
Pra këtu ne shohim të rinj, fëmijë të cilët mendojnë globalisht, punojnë dhe zhvillojnë projektet e tyre. Gjithashtu shohim edhe zhvillimin e një ekosistemi në të cilin se si gjen jetë një fëmijë, ideja e një fëmije deri tek avancimi i tyre tek rritja dhe zhvillimi i të rinjve. Ne shohim këtu se si funksionon vlerësimi, se si funksionon motivimi i fëmijëve. Ne shohim në këtë ambient se si shteti, komuniteti, ekosistemi, universitetet, organizatat, biznesit, të gjithë bashkë bëhen për t'i motivuar dhe për t'i mbështetur këto projekte. Ama ajo që ka bën dallim, sidomos me ekosistemin ton apo me realitetin ton është sepse këtu i besojnë shumë të rinjve pa dallim. Moshe pa dallim, bindje pa dallim interesash. Kështu që këtu duan të gjithë të zhvillojnë vendin e tyre, dëshira për të zhvilluar dhe për të ngritur emrin e tyre, ajo vihet re në çdo aspekt. Ajo që ne shohim këtu, që faktikisht është e disa herë që e vizitojmë si festival, që është festivali, pra që kemi thënë është festivali më i madh ndër më të mëdhenj në botë, është përfshirja e familjarëve, përfshirja e të gjitha afërmve, se si u gjenden afër këtyre të rinjve. Pra po flasim për një nga festivalet më të mëdha në botë, të cilat promovohet jo vetëm ideja e një fëmije, por fuqia e një shteti. Atë kryesisht të fokusuar në mbrojtje dhe kryesisht të fokusuar në zhvillimet e reja teknologjike. Kështu që në të gjithë vitet më pas do ndjekim edhe projekte të tjera të cilat do na tregojnë se si i kanë nis ideja, se si e kanë vazhduar zhvillimin, mbështetjen dhe deri ku janë sot këtu. Përshëndetje, jemi këtu në një nga projektet të cilët ka fituar çmim të parë në Teknofest, në një djalë të ri, në të cilin ai do na tregojë eksperiencën e tij se si e ka pasur rrugtimin e tij në këtë projekt. Atëherë, ne duam të dimë pak a shumë rrugtimin tënd në Teknofest, por edhe në kariyerën tënde që je marrë me zhvillimin e këtij prototipi apo të projekteve tua. Şöyle, biz zaten ekip olarak teknoloji alanına ilgili kişilerden oluşuyoruz. İlk başta gençlik merkezinde bizim Türkiye'de gençlik merkezlerimiz var. Biz öğrencilere eğitimler açıyorlar. Robotik kodlama olsun, yazılım olsun bu alanlarda. Biz bunlara katılırken tanıştık beraber. Sonra hepimizin ilgisi olduğu için de Teknofest'e katılmaya karar verdik. Danışman hocamız öncelikle bize eğitimlerle destekledi. Gerekli alanlarda eğitimler aldık bu uzun bir süreç boyunca. Sonrasında da su altında araştırmalara başladık. Çünkü su altı önemli bir alan. Bazı zorlukları var. Bunlara hazırlıklı olmak için öncelikle eğitimler aldık. Bu şekilde başladık. Si nisi ideja e një droni në New York? Dediğim gibi gençlik merkezinde beraber kurs aldık. Sonrasında hocamızla karşılaşınca hepimizin ilgisi olduğunu görünce hoca bizi bir araya topladı. Bu şekilde tanışmamız oldu. Sonrasında da beraber çalışmalar yapmaya başladık. Bunları ilerlettik. İlerledikçe biz de bir şeyler yapmaya başladığımızı fark edince bunun peşini bırakmadık. Çfarë klase keni qenë kur ju keni filluar me projektet tjera? Bu projeye başladığımızda 4 yıl önce, yani 8. sınıfta başladık. Hatta 7. sınıf oluyor, pardon. İlk başta dediğim gibi bunların eğitimi oldu. Sonrasında ilk başta yarışmaya katıldığımızda ilk dönem finale kalamadık. Ama bu bizi pes ettirmedi. Bunun üzerine gitmeye devam ettik. Bir sonraki yılda finallere kaldık. Orada en özgün tasarım ödülünü aldık. Bu bizi motive etti. Geçen yıl tekrardan katıldık. Finalist olduk fakat yine derece alamadık. Ama yine pes etmedik. Bu sene de tüm 4 yılın emeğinin karşılığını aldık. 1800 takım içerisinde 1. olduk. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani kırılma noktasında bırakmamak gerekiyor aslında. Në çfarë faze keni marrë financim? Fonları şöyle, Gençlik Merkezi bize süreç boyunca destek verdi. Fakat diğer yarışmacılara son aşamadan önce kritik tasarım raporu, yani en detaylı rapor aşamasını geçtiğinizde size fon desteği sağlıyorlar. Ku jeni sot me projektin tuaj?
Projemizde bugün neredeyiz? Şöyle, her geçen yıl bizi zaten Teknofest geliştiriyor fakat şu anda projemiz gayet hazır bir durumda. Gerek belgesel, sualtı belgesel çekimlerinde, gerek arama kurtarma çalışmalarında, sualtı temizleme, çöp temizleme gibi işlemlere kullanılabilecek durumda hazır şu anda. Unë ju uroj shumë suksese. Çok teşekkür Ne ederiz. urojmë që produkti juaj të jetë vazhdimisht në rritje dhe të jetë një ndër projektet më ambicioze, jo vetëm për Turqinë. Teknofesti do realizohet çdo vit, kështu që besoj që në çdo vit ne mund të jemi në të pranishëm në këtë festival dhe do sjellim edhe vazhdimin dhe avancimin e inovacionit dhe teknologjisë. Ky është një ndër modelet, besoj, që ne mund të marrim dhe të përfitojmë dhe ta aplikojmë atë në Shqipëri. Kështu që unë juftoj secilit për jush ta ndjeki këtë festival dhe të jetë pjesë jo vetëm thjesht pjesëmarrës, por të vi i përgatitur për të marrë një fuqi dhe një energji të madhe në të cilin ta përçon ky lloj festivali. Kjo eksperiencë besoj që ka qenë më e madhja për mua që ta shoh nga afër, sepse faktikisht është një ndër festivalet më të mëdha që është bërë edhe vetë nga Teknofesti, sepse nga viti në vit është në rritje, kështu që shihemi në episode të tjera dhe do sjellim për ju edhe trajtime temash të tjera që besoj për ju do të kenë interes dhe pse jo t'japim sa mundemi dhe të përfitoni sa më shumë. Medeniyetimizin ufkuna bir güneş gibi doğacaksınız. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. Adil bir dünyanın umutlarını sizler yeşerteceksiniz. Gelecek sizlersiniz. Siz geleceksiniz sevgili arkadaşlar. Uçuşa geçiyor Türkiye. Teknofest. Tutamaz bizi hiç kimseler. Ajo që pam nuk ishte vetëm energji, ishte një strukturë, por inovacioni nuk ndalet tek gara apo tek festivali. Ai vazhdon aty ku idetë marrin kapital dhe drejtim. Çdo ekosistem i fortë ka pikë takimi mes talentit dhe investimit. Nga talenti kalojmë tek sipërmarrja, nga gara kalojmë tek shkallëzimi global. Kjo është faza e dytë e zhvillimit të teknologjisë. Një summit ku takohen startupet dhe investitorët nga e gjithë bota, mbi 5500 startupe dhe mbi 15000 vizitorë nga më shumë se 100 shtete të botës në një ngjarje të vetme. Një summit i dedikuar startupeve dhe projekteve inovative, atyre tashmë që kërkojnë investim, atyre që kërkojnë rritje dhe zhvillim. Ky është Take Off Istanbul. Le ta shohim nga afër se si funksionon kjo pjesë e ekosistemit dhe kthehemi përsëri në studio për ta komentuar atë. Jemi në Stamboll,
në në summitin më të madh të startupeve që zhvillohet në Euroazi. I gjithë shteti, ekosistemi është mbledhur sot në një ditë të vetme, është aktiviteti më i madh i ideve dhe inovacionit i teknologjisë fundit në Turqi, duke u përfshirë të gjitha kategoritë, nga inteligjenca artificiale, bioteknologjia, nanoteknologjia, sistemi të mbrojtjes dhe fintech, çdo gjë që ka të bëjë me të ardhmen. Në këtë event, Turqia lëshon një mesazh shumë të qartë dhe shumë të fortë të gjithë botës së zhvilluar. Dhe ajo sjell aktorët më të mëdhenj global të bëjnë prezantimet e tyre në një nga skenat më të mëdha të investimeve dhe të zhvillimit teknologjik. Dhe ajo gjithashtu ka nis një projekt galopant në zhvillimin e teknologjisë duke mbështetur sipërmarrjet e reja, inovacionin, startupët dhe të gjithë atë ekosistem i cili është ndërtuar prej më shumë se 10 vitesh tashmë në Turqi. Ajo që ne mund të shfrytëzojmë maksimalisht nga ky ekosistem, nga ky vend është sepse ne Turqinë kemi partner strategjik dhe kemi potencialin më të lartë të zhvillimit në Shqipëri dhe në gjithë rajonin e Ballkanit. Turqia tashmë është faktor global dhe jo vetëm rajonal. Kështu që ne bashkërisht me Amerikën, me Bashkimin Evropian, me Lindjen e Mesme, me Turqinë gjithashtu mund të faktorizojmë çdo startup, çdo ide e cila lind nga të rinj shqiptar, nga të rinjt e Ballkanit, të bashkëpunojmë dhe të forcojmë njëri tjetrin dhe pse jo të jemi aktor të lëvizshëm dhe eksportues të teknologjisë shqiptare në mbar botën. Në çdo hapësirë të këtij eventi gjejmë sipërmarrës vizionar në të cilët ato fundajnë eksperjencat e tyre në disiplina si inteligjenca artificiale, mobiliteti, fintechu, bioteknologjia, nanoteknologjia, robotika, sistemet e mbrojtjes dhe të gjithë industria e të ardhmes, ku Turqia tashmë është dominante në të gjitha sferat e zhvillimit teknologjik. Ne këtë eksperiencë ne shohim se si funksionon e gjithë ky ekosistem, që tek institucionet shtetërore, shteti në tërësinë e tij, është aq në brendësi të këtij eventi sa që ai nuk duket askund ose është gjithande. Pra ajo çka është pesha më e madhe e këtij eventi janë startupët, janë investitorët. Kështu që aktorët më të mëdhenj që po merren me këtë organizim janë ato që po e gëzojnë këtë arritje të cilët janë rrit startupët tashmë. Dhe ajo çka bie më shumë në sy këtu është një energji e jashtëzakonshme e njerëzve ambicioz, e atyre të cilët e shohin botën për te ekranit, telefonit, për te televizorit, për te kompjuterit që ne jemi mësuar tashmë. E shohin atë në 30 vitet e ardhshme, në 50 vitet e ardhshme. Dhe gjithë kjo energji përcillet sot nëpërmjet një eventi që ndodh një herë në vit.
Ajo që pam sot nuk është një rastësi, është rezultati i një vizioni të ndërtuar me kohë. Është rezultati i investimit të vazhdueshëm te rritje te teknologjia. Fuqia teknologjike nuk importohet, ajo ndërtohet me strategji. Modelet ekzistojnë, janë pranë nesh, janë të prekshme dhe të dokumentuara. Çdo vend që zgjedh të prodhoj dije, prodhon dhe pavarësi. Çdo vend që ndërton teknologji, ndërton siguri dhe vetbesim. E ardhmja nuk u përket atyre që presin, e ardhmja u përket atyre që e ëndërrojnë atë. Ky ishte episodi që ne kishim përgatitur për ju. Ishim kujdesur që të përcjellim tek ju momentet më të mira të një ngjarje të cilës ne besojmë fort që Shqipërisë i vlen shumë. Do të shihemi në episode të tjera dhe do të sjellim për ju tema në të cilat ne i prekim, i shohim dhe së bashku ta ndërtojmë të ardhmen.